po jetojmë në një botë të rrethuar nga toksina. E frikshme. 700.000 element. 700.000. T'i japim pak një dorë këtij trupit shkret për të bërë mirë punën e vet. 90% e serotoninës është këtu. Nëse ti nuk arrin të dalësh jashtë, është e kohë që bën detoks. Të gjitha këto ngarkojnë sistemi nervor. Të gjithë njerëzit janë shumë të stresuar dhe janë vazhdimisht në atë limitin e mbijetesës. Dhe tani dalim tek pyetja $1 milion. Adi Angjeli, faleminderit. Elona, faleminderit. Është një kënaqësi të jam këtu sot me ty. Adia, pse po flitet kaq shumë për shëndetin dhe pse je gjatësia sot është bërë kryefjalë për të gjithë? Në fakt edhe unë shpesh e kam menduar me veten time çfarë po ndodh në botë, në mënyrë që ka filluar që edhe njerëzit të cilët nuk kanë qenë të orientuar drejt shëndetit, po shkojnë shumë drejt biohacking, gjatësisë, çfarë mund të përdorim, çfarë suplementesh mund të marrim, çfarë po ndodh aktualisht, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në botë. Mendoj që po jetojmë në një botë të rrethuar nga toksina. Toksina në ajër, toksina në ujë, toksina në ushqim, toksina në të gjithë, po themi, produktet kozmetike pastruese që ne përdorim në të përditshmën tonë. E vërtet. Pra jemi të bombarduar nga helme, se toksina, duket si fjalë e bukur, janë helme për organizmin tonë. E frikshme. Dhe nëse më parë organizmi jon ja dilte të bënte detoksifikim të mirë, duke qenë se vetë Zoti i ka dhënë organizmit organe detoksifikuese, siç është mëlçia, veshkat, lëkura, zora e më radhë, tani duhet ndihmë për këto organe për të detoksifikuar kaq shumë toksina. Ne çdo ditë procesojmë rreth 700.000 element që hynë në trupin ton dhe që duhet të dalin. 700.000 element. 700.000. Domethënë është një shifër që edhe kur e thua trëmbesh. E frikshme. Jemi të përballur vazhdimisht. Te këtu mendoj që është edhe sekreti apo edhe përgjigjja e asaj pyetjes tënde. Pra, pse po shkojmë kaq shumë, pse jemi bërë kaq shumë merak për shëndetit, pse po fokusohemi kaq shumë te shëndeti? Sepse nuk jemi mirë. Dhe s'mund të jemi mirë në një botë të rrethuar nga kaq shumë të bombarduar nga kaq shumë toksina. Ka organizmi ynë kapacitetin për t'i përpunuar, për t'i filtruar, për t'i trajtuar të gjithë këto elemente ashtu si duhet? Duke pasur parasysh që sidomos pas vitit 2020, pas Covidit, njerëzit po çdo ditë më shumë po përballen me sëmundje kronike, mendoj që organizmi nuk i ka. Ndaj duhet një ndihmë nga jashtë, duke mësuar pak më shumë për trupin, duke pasur pak më shumë fokus tek ushqimi, aktiviteti fizik, ulja e stresit oksidativ në organizëm. Duhet pasur pak më shumë interes dhe fokus te këto në mënyrë që t'i japim pak një dorë këtij trupit shkret për të bërë mirë punën e vet. Ai di ta bëj shumë mirë, nuk duhet ta ndihmojmë ne kaq shumë nga jashtë, se trupi është shumë i zgjuar. Di ta bëj shumë mirë punën e vet. Por ne duhet t'ia japim, duhet të shtrojmë rrugën që ai ta bëj. Dhe cila është mënyra më e duhur sot për të trajtuar organizmin ton që të funksionojë ashtu si duhet përballë gjithë këtij bombardimi që sapo përmendëm? Jam shumë kundër trendeve, jam shumë kundër detoksave që dalin në modë. Unë jam pro ides së dëgjuarit të trupit ton, që trupi Elonës flet ndryshe nga trupi Adjes. Sepse Elona ndoshta nuk përballet më shumë toksina sa përballet Adja, sepse Elona nuk ka të njëjtin stres që ka Adja, nuk ka të njëjtën punë, nuk ka të njëjtin ritëm jete, nuk ka të njëjtën familje, nuk ka të njëjtin organizëm, genetikisht flasim, pra nuk geni është shumë i rëndësishëm në atë që shfaq organizmi gjatë jetës, pavarësisht stilit jetesës. Dhe genet e Elonës janë ndryshe nga genet e Adjes. Nuk ka të njëjtin intensitet jete, nuk ka të njëjtin regjim ushqimor, edhe kur ka të njëjtin regjim ushqimor, ushqimet ndoshta që merr Elona nga Pogradeci janë të ndryshme nga ushqimet që mund të gjejë Adja në përfshatra këtu rreth e rrotull, ndonjëherë kështu me mik në porç. Pra, dua të them që jemi shumë të ndryshëm. Cilësia e atyre që ne fusim në trup bën shumë diferencë. Për shembull, dëgjoj shumë njerëz që thonë unë fillova regjim ushqimor dhe mora një paket këtu apo atje. Të fillosh një regjim ushqimor dhe të fillosh të bësh ushqime në shtëpi është ndryshe dhe trupi jonë reagon ndryshe nga të fillosh një regjim ushqimor me ushqime që ti përgatit dikush tjetër. Pra bën një diferencë të madhe. Përmendë sinjalet që jep trupi, cilat janë ato simptoma, ato sinjale që na jep organizmi ynë dhe që duhet jemi të kujdesshëm, të vëmendshëm për t'i dëgjuar, për t'u dhënë rëndësinë e duhur.
Si që di, unë jam e certifikuar dhe specializuar për shëndetin hormonal të grave. Dhe natyrisht që unë kam më shumë prirje të gjej apo të vë fokus në simptomat të cilat lidhen me shëndetin hormonal të grave. Këto simptoma, do përmendja e para fare është mungesa e energjisë. Një organizëm i cili nuk ka oksigjen, një organizëm i cili nuk detoksifikon si duhet, gjë e parë që shfaq është lodhja dhe mungesa e energjisë. Femrat e justifikojnë këtë sepse kanë një jetë shumë intensive, lodhen shumë, kanë punën, kanë familjen për të mbajtur etj. Dhe ja vën fajin pra stilit jetesës. Por nuk është vetëm stili jetesës. Në një organizëm që funksionon normalisht, pra që thamë ai procesi detoksifikimit arrin të realizohet, nuk duhet të ndjejmë shumë lodhje, ose të paktën në momentin që ndjejmë lodhje dhe pastaj bëjmë disa ndryshime, shplodhemi, duhet të qëndrojmë të shplodhur. Në rast se ne bëjmë disa ndryshime dhe nuk arrijmë të shplodhemi, tregon që mbrapa mund të kemi një problematik hormonale. Pra një lodhje. Një lodhje. E dyta që do përmendja është shtimi në peshë. Shtimi në peshë është një nga sinjalet e para që jep trupi për të thënë që shiko, ka diçka që unë s'po e metabolizoj mirë. Pra, po flasim gjithmonë në kushte të pandryshueshme tani me më përpara. Pra, nëse unë më përpara mbaja një regjim ushqimor të caktuar dhe tani me të njëjtin regjim unë shikoj që peshorja po fillon avash të shtoj kile çdo ditë apo çdo javë, këtu ka një problem. Ose për shembull nëse unë po mbaj një regjim ushqimor, dietë, siç e quajmë në gjuhën popullore, pra unë tentoj të mbaj dietë dhe përsëri nuk bie, prap mund të kemi mbrapa një problem hormonal. Një sinjal tjetër që jep trupi dhe që ne jo shpesh e dëgjojmë është shëndeti zorrës, që lidhet me defekimin e rregullt dhe me një urinim i cili duhet të ketë disa karakteristika të caktuara, mos jetë ngjyra shumë e fortë, shumë e thellë, në mënyrë që të japi trupit sinjalin që po detoksifikohet në mënyrë të mirë. Pra të jemi të hidratuar, të dalim jashtë çdo ditë. Një shenjë pra që kemi probleme me shëndetin hormonal dhe me zorën është fakti që ne dalim jashtë një herë në 2-3 ditë, një herë në 3-4 ditë. Unë kam edhe kliente të cilat vinë për të përmirësuar regjimin e tyre të jetesës, që dalin një herë në 7 ditë. Dhe kjo është bërë normale për vite të tëra. Pra 7 ditë trupi jon mban brenda vetes toksina, të cilat idealisht duhet t'i eliminojë 1 deri në 2 herë gjatë ditës. E imagjinoj se çfarë ndodh. Sot po i kushtohet shumë rëndësi shëndetit të zorrës dhe ndër certifikimet e tua për shëndetin, si mentore shëndetit, është edhe ai për trajtimin e shëndetit të zorrës. Do doja të ndaleshim pak dhe të japim rëndësi se çfarë ndodh në zorrën tonë dhe si të trajtojmë ne shëndetin e zorrës. Shëndeti i zorrës është bërë shumë trendi. Është bërë shumë trendi sepse realisht është shumë i rëndësishëm. Natyrisht që pastaj shtohen, le të themi, marketing apo abuzime të ndryshme që bëhen duke i vënë ndonjëherë më shumë fokus se ç'duhet, ose duke mos pasur logjikën e procesit se si ndodh një pastrim zorre. Që ti të pastrosh zorrën, duhet të ndjekësh një protokoll të caktuar, i cili fillon që përpara me përgatitjen e trupit për këtë detoks të zorrës, e deri pastaj me hapat që duhet të ndjekësh mbas pastrimit të zorrës. Pra, nuk mundet që nga after parties edhe ushqime të ëmbla një ditë thua shiko se unë është e hënë sot, unë do filloj dietën, do bëj një detoks 3 ditor pa u drejtuar te një specialist dhe pa ditur fare se çfarë ndodh me trupin tënd. Nëse ti nuk arrin të dalësh jashtë, është e kohë që bën detokse, sepse toksinat mbesin brenda organizmit dhe nuk dalin dot jashtë. Pra, duhet përgatitur trupi përpara, gjatë dhe mbrapa për të bërë një protokoll të mirë të pastrimit të zorrës. Pa dalë ende tek protokolli, pse duhet ta vlerësojmë kaq shumë mirëmbajtjen e zorrës? Aty prodhohet 95% e serotoninës, që është hormoni të ndjerit mirë. Dhe për këtë arsye është edhe truri i dytë. Aty prodhohet është 70% e sistemit tonë imunitar. Prandaj nëse kemi një zorë të mirë, ne kemi një sistem imunitar të fortë, ne nuk na kap gripi, ose kur na kap e kemi me simptoma të lehta. Pra aty tashmë po vërtetohet çdo ditë më shumë me studime që është gjithë baza e shëndetit tonë. E ke parasysh atë ndjesinë që kur ne kemi presim një përgjigje provimi ose kemi një situatë anksioze, ne duhet të shkojmë në tualet për një herë. Është shenja e parë që tregon se sa e lidhur është truri me zorrën.
Dhe pikërisht për këtë fakt ne duhet t'i japim një rëndësi shumë të veçantë shëndetit dhe kujdesit të zorës. Do të flasim edhe për protokollet, ato që ti ndjek me përpikmëri si tashmë një profesionist e fushës, por për çdo një informacion më të përgjithshëm për ata që janë në shtëpi, që do duan të bëjnë le të themi një mirëmbajtje, edhe të përditshme ditë pas dite të zorës, cilat mund të jenë udhëzimet. Duke që në Shqipëri ne kemi shumë mundësi për të futur ushqimet të cilat janë shumë të shëndetshme për zorën. Do përmendja për shembull gjë parfare, do përmendja hudhrën. Hudhra është një antimikrobial, pra në zorë ne kemi parazit, baktere të mira dhe baktere të këqija, dhe lloje të ndryshme mikroorganizmash, të cilët përbëjnë ato që quhet mikrobioma. Pra, aty brenda në zorën tonë është një botë e tërë, e cila ka mikroorganizmat e veta, është njësoj si një popullat e tërë, me të mirët, me të këqinjt dhe me një ekuilibër shumë delikat në këtë zorë. Nëse ne kemi përdorur shumë antibiotik, nëse kemi jetë të stresueshme, nëse kemi pasur probleme shëndetësore etj, ky ekuilibri delikat i zorës prishet dhe kalon në ato që quhet disbiozë e zorës. Në Shqipëri kemi fatin që kemi shumë element ushqimor, por jo vetëm, të cilat mund të përdorim për të sjellë ekuilibër në zorën tonë. E para është hudhra. Hudhra përmban alicinon, e cila është antimikrobiale shumë e fuqishme. Kështu që konsumimi i rregullt i hudrës, ose ndoshta edhe protokolle pastaj vetëm me hudër, por në rastin e protokolleve duhet kemi parasysh që nuk bëhen pa pushim, duhen bërë me një frekuencë të caktuar, për shembull 3 javë po, 1 javë jo, ka disa lloje frekuencash të caktuara. Hudhra është gjë e parë që ne mund të fusim në regjimin tonë ushqimor. E ka bërë krijuesi të tillë që ai elementi, për shembull alicina, është bashkëpunon me elemente të tjerë të hudhrës për ta kryer funksionin e tij në 100%. Po jashtë protokolleve, a mund të përdoret hudhra si një element në përditshmërinë tonë në kuzhinë për të mirëmbajtur shëndetin e zorës? Absolutisht. Pra, pa ndjekur protokollet caktuara. Patjetër. Domethënë me doza, le të themi, të moderuar, siç ata në fakt i përdorin. Populli shqiptar historikisht ka përdorur hudhrën. Një thelpi hudhër në mëngjes, sa ngrihen, hudhra njom, kur del hudhra njom, në tarator, në kos, pra është element që ne kemi shumë të përdorshëm. Pastaj çfarë ushqimesh të tjera që kemi në shtëpinë tonë? Lakrat ushi. Lakra vet, që përmban shumë glutamin, që bën mirë për shëndetin e zorës, dhe lakrat ushi pastaj, por jo lakrat ushi me këto metoda të ushi me uthull apo me lakrat ushi që fermenton në lëngun e vet. Me krip dhe ujë. Me krip dhe ujë, dhe asgjë tjetër. Domethënë që ajo të fillojë të nxjerrë atë lëngun e vet, që është i mbushur me miliarda probiotik, dhe janë probiotik natyral, janë probiotik që arrin të kalojnë traktin tretës dhe të arrin deri në zorën e një përdorim i përditshëm i hudrës, i lakrës, molla ka pektin, molla ka pektin që bën absolutisht shumë mirë për zorën. Është një ushqim mund ta fusim çdo ditë përveç fibrës, që ka edhe fibra. Çfarë është pektina dhe zakonshme? Është fibër e cila kur arrin në zorë ndrohet në një trajt gjelatinoze dhe çfarë bën thith metalet e rënda dhe toksinat, të cilat ne folëm në fillim. Molla që përmban pektin. Tjetër çfarë do thosha, kosi. Kosi apo kefiri, që tani është futur edhe ky në mod, por unë personalisht qëndroj te kosi jon tradicional, i bërë me far kosi vet, idealisht me qumësht të përzgjedhur, pra të marrë në vende ku ne kemi besim dhe të bërë vet në shtëpi. Me kos ripopullon zorën me lloje të ndryshme bakteresh të mira, për të cilën zora ka shumë nevojë. Ja, pra në kuzhinë gjetëm disa elementë bazik që mund të gjenden në çdo shtëpi për të ndihmuar shëndetin e zorëve. Duket e thjeshtë. A ka një udhëzim se si mund të përdoren apo mjafton që të jenë ato rutinat e dietës sonë përditshme? Nëse flasim për udhëzime, duhet kalojmë pastaj në protokolle. Nëse flasim që duam të çdo ditë të fusim diçka që i bën mirë shëndetit zorës, mund të ham moll, mund të konsumojmë hudhër, mund të konsumojmë kos çdo ditë. Dhe pastaj për të ndjekur le të themi një udhëzim më të përpikt në lidhje me atë çfarë trupi na ka sinjalizuar se diçka nuk shkon në mirëmbajtjen e shëndetit dhe pikërisht zorës, kemi protokolle të cilat ndihmojnë dhe që janë më të orientuar drejt kësaj gjëje. Po, unë sot për shembull kam marr diçka me vete për t'ju treguar, është një nga, le të themi, pjesët më bazike të protokollit, por që është shumë e thjeshtë dhe besoj që për shëndetin e zorëve. Për shëndetin e zorëve. Është këtu është çaj finoku, por me far finoku, far integrale finoku.
Okej, gjeta. Pra, jo të shtypur, ka edhe bustina me çaj finoku që gjenden në supermarkete, por bustinat dihet që është plastika në bustinë e cila me ujë nxehtë po. liron toksina të tjera, kështu që idealisht mundohemi që ti evitohen. Në këtë formë. Po, të jenë në këtë formë. Faret e finokut janë fantastike për shëndetin e zorës. Ekziston një recetë çaji, i cili përdoret në shkencën e Ayurvedës, që të gjithë e dim që është 6000 vjet e lashtë. Është mjeksi, rrymë tjetër mjekësie, e cila në Shqipëri natyrisht nuk njihet pak, sepse nuk përdoret pak. Shumë pak. Është një çaj fantastik, të cilin unë nuk e ndaj për veten time, por edhe me të gjitha le të themi gratë të cilat më janë drejtuar për suport për ndryshimin e stilit jetesës, të gjithave që ja kam sugjeruar, më falenderojnë çdo ditë. Është faj finok, koriander dhe kumin. Janë 3 fara të ndryshme. I përzien bashkë, i mban në një enqelçi si kjo këtu dhe hedh 3 lugë në 1 litër çaj, ose nëse do bësh pak, mjafton një lugë e vogël. Për secilin. Po, nga një lugë të vogël për secilin farë. I zjen 10 minuta, i lë të pushojnë pak dhe i pi. Mund të pi gjithkush? Nuk ka pasur simptoma? Absolutisht që po. Ka përshtypjen që vetë mirë bëj. Qetson shumë zorën, ndihmon jashtëshitje, është sidomos kur kemi fryrje, gazra. Janë të 3 këto element, artikuj që përmendët të gjendshëm në Shqipëri? Absolutisht, në çdo supermarket. Ky është një çaj që mbështet shumë shëndetin e zorës. Absolutisht. Në mëngjes, në darkë para gjumit? Unë idealisht e konsumoj në mbasditën e vonë, jo shumë vonë në darkë. E para sepse finoku qetson sistemin nervor, vepron pak a shumë si kamomili, pra na bën gati për gjumë. Dhe e dyta sepse ka efekt diuretik dhe do na duhet të shkojmë në tualet pak më shpesh, kështu që është mirë që mos ta konsumojmë direkt përpara gjumit. Duket që ka një sidhje e mirë edhe për ata që vjen nga konstipacioni. Konstipacioni ka ankthi. Të gjitha besoj janë të lidhura me shëndetin e zorës. Besoj që edhe një pjesë e madhe njerëzve që vjen nga ankthi duhet të shikojnë diçka tek shëndeti i zorëve dhe ta konsiderojnë apo jo. Absolutisht. Sepse siç tham, 90% e serotoninës është këtu, nis këtu. Adja, diçka tjetër që ne mund të mbështesim shëndetin e zorës. Shoh që na ke sjell artikuj të tjerë. Ai është një vaj esencial origoni. Okej, vaj origonit është gjithandej i Po, vaj origoni, por duhet pasur kujdes që të jetë për përdorim të brendshëm. Nëse duam ta përdorim në protokollet e pastrimit të zorës, duhet të jetë shkruar që është për përdorim të brendshëm, jo vaj esencial që aplikohet në lëkurë apo për të konsumuar nga goja. Dhe ky vaj, nëse përzihet me një vaj tjetër, curry oil që e quajmë ne, siç është për shembull vaji i kokosit, duhet përzier në mënyrë absolute, pra nuk mund ta marrim vetëm pika vaj esencial dhe ta hedhim në gojë, pasi djeg komplet mukozën e gojës, është shumë i fortë. Ne nuk e përdorim dot vajin e origonit kështu. Të patretur jo, duhet gjithmonë i përzier me vaj ulliri ose me vaj kokosi, idealisht me vaj kokosi, sepse vaj kokosi çfarë bën? Nuk depozitohet si dhjam në mëlçi, por arrin të prodhojë direkt energji në mëlçi. Dhe në këtë lloj mënyre bëhet shumë më shpejt detoksifikimi. Kështu që në protokollet e pastrimit të zorës kombinohet vaji esencial i origonit me vaj kokosi, një lugë gjelle. Një lugë gjelle vaj kokosi me një pikë vaj esencial i origoni në fillim. Pastaj mund të shkojmë deri në 2 pika. Ky është shumë i fuqishëm. Ky përmban më shumë se 86% karvakrol, që është elementi që vret parazitët, mikrobet e këqija të zorës, pra elementi terapeutik i origonit. Dhe është shumë i fuqishëm, kështu që duhet patjetër që të hollohet mirë. Dhe mos merret për kohë të gjatë. Janë kura të cilat mund të bëhen 7 deri në 10 ditë, dhe pastaj bëjmë pushim, japim qetësi organizmit sepse janë të fuqishme. Ka një interval gjatë ditës si mund të përdoret dhe kur? Esëll në mëngjes, një herë në ditë. Një herë në ditë, edhe 2 herë në ditë, ka protokolle që janë me 2 herë në ditë, por nëse duam të fillojmë me 1 herë në ditë, dhe pastaj mbasi marrim një lugë nga kjo, 2 gota ujë të ngrohtë me pak limon të shtrydhur për të ndihmuar procesin e eliminimit. Hapi parë drejt një shëndeti të mirë apo drejt jetësisë është pikërisht ulja e ngarkesës së sistemit nervor. Mund të bësh smoothie edhe detokse dhe vaj origoni sa të duash,
ma beso, thot Dr. Joe Dispenza i famshëm, bëj të gjitha keto diet, gjithë të dietat më trendi që ekziston nëse ti ke sistemin nervor të alteruar, nuk do arrish përfundim ose do arrish domethënë në përfundime shumë të pakta, në rezultate shumë të pakta, krahasuar me çdo arrie nëse paralel me këtë do qetësoje një herë sistemin nervor. Është e mira madje që përpara se të bësh qoftë edhe protokolle pastrimi i trupit, të punosh me sistemin nervor, pastaj të kalosh tek praktikat konkrete që lidhen me ushqimin, me aktivitetin fizik. Për shembull, shumë femra të ndaj një informacion e lënë me ty. Shumë femra që vinë te mua kanë probleme me peshën, me disbalanca hormonale, probleme me zorrët etj. Disa prej tyre mund të them në 40%, 50%, janë goca që e kanë shumë mirë informacionet e një stili jetese të shëndetshëm. Të më thonë që unë shkoj në palestër 5 herë në javë. Okej, çfarë bën në palestër 5 herë në javë? Bëj spinning, bëj aerobik fort. Nëse ti ke probleme me stresin, këto lloj aktivitetesh e egzagjerojnë më shumë trurin e aktivizuar. Që ti nuk të duhet ky lloj aktiviteti, të duhet yoga, pilates, ushtrime me pesha, pra ushtrime pak më të buta, pak më të qeta, sepse nëse i bën kaq intensive, në organizmin tonë rritet prodhimi i kortizolit, i cili nuk e lë djegjen e dhjamit. Përkundrazi, shton dhjam organizmin. Besoj këtë gjë sepse unë jam në këtë situatë Adia dhe dua ta ndaj edhe për shikuesit në pragun e pas të 40-tave. Sigurisht edhe mua kam filluar të më shqetësojnë kilet e mia. Me disa praktika si yoga dhe një kujdes ushqimor nuk po ja dal dot, sepse shqetësimi për të rënë në peshë është shumë më i madh se sa për pikët e mia. Dhe kam përshtypjen që pikërisht ky stres që unë po përjetoj nuk po më lejon. Eksakt. Kështu që hapi parë mendja dhe truri. Hapi dytë Hapi dytë, ushqimi, aktiviteti fizik, njohja e trupit tënd, analizimi simptomave, të jemi të vëmendshëm ndaj trurit, dhe jetesa ngadalt. Nuk do lodhem së thëni. Nuk do lodhem ndonjëherë. A do jetesa ngadalt është rigjenerim. Me këto kërkesa, me këto ndryshime që ka sjellë kjo jeta e re teknologjike, të ndalemi edhe të ulim ritmin e jetës? Unë besoj se po. Kam shumë besim se po, sepse të paktën brezi, po them mosha pas të 30-tave, kam filluar të ndjenjë që kjo lloj mënyre jetese nuk na çon gjatë dhe nuk na çon në ndonjë fund të mirë. Dhe të gjithë në mënyrën e tyre, në bazë të kushteve që kanë, kushteve monetare, punës etj, nuk e bëjnë dot të gjithë ato që bëra unë që të lëm punën nga sot nesër. Tani ta themi drejt siç është e vërteta. Por në bazë të kushteve që kanë, secili në mënyrën e vet po bën diçka që të shkthehet tek ajo jetesa ngadalë. Shumë miq të mit kanë marrë shtëpi në fshat, shkojnë në përfundjava në vende që largohen nga zhurma e qytetit, në det, në mal, ka shumë aktivitete tani që bëhen në natyrë dhe ma besoj që janë fully booked të gjithë. Një ditë për shembull doja të shkoja ecje në një mal, ishte fully booked që për muaj përpara. Pra, njerëzit po ndërgjegjësohen që jetesa intensive, paraja, ajo jetesa, po themi mondane, edhe edukura dhe vanitoziteti nuk të çojnë gjatë. Dhe nuk të çojnë që trupi jot dhe shpirti jot të jetë në harmoni. Mirë, Adia, ti e bëre një zgjedhje, le punën më të sigurt në botë, një punë ëndrash për të kë. Ke zgjedhur një aktivitet tjetër, je fokusuar dhe përqendruar edhe tek mirëqenia e shëndetit, por edhe duke ndihmuar vajzat dhe gratë të tjera. Ka njerëz që bëjnë zgjedhje duke pasur një shtëpi në mal, në det, dhe të krijohet kështu ide se kur mirëqenia është mundësi vetëm e të pasurve. Nuk do e thoja, ne të gjithë kemi në dorë që të ndryshojmë gjëra shumë të vogla, të cilat e rrisin mirëqenien tonë, pavarësisht kushteve ekonomike. Hudra dhe kosi edhe mollët e Korçës që unë përmenda që parë nuk kanë lidhje fare me lekët, me pasurinë edhe me të jetuarin, le të themi, mondan. Kështu që gjithmonë ka gjëra që ne mund t'i bëjmë në kushtet tona, në aty ku jemi. Që të themi jo që në një fundjavë të shkojmë në një hotel me 5 yje dhe të mbyllemi prapë brenda me ajër të kondicionuar dhe t'i themi po një shëtitje në mal i cila është shumë më low cost se sa hoteli me 5 yje, është lufta që ne duhet bëjmë me veten tonë për të zgjedhur thjeshtësinë versus vanitozitetin. Nuk është problemi i lekëve. Dhe ndoshta sot ne nuk mund të gjejmë një vend ideal ku mund të kalojmë kohën, po të paktën kurajën për të shkëputur pak nga kjo zhurma e madhe e qytetit, mund ta gjejmë.
Të ftoj të shkojmë të bëjmë një shëtitje nga liçenit, më tregosh disa nga praktikat e tua që bën për të mbajtur trupin në formë, por edhe mirëqenien tënde fizike dhe emocionale, dhe për të më treguar për transformimet që ke sjellë në jetën tënde. Adia, kur erdhi vendimi për atë transformimin e madh në jetën tënde? Për mua ka qenë shumë gradual procesi. Pra, ai momenti që ti fillon të kuptosh që ka diçka te ty që nuk është ashtu siç duhet. Ishte një moment në jetën time kur unë kisha një ngarkesë të jashtëzakonshme në punë, isha drejtore në një nga bankat më prestigjioze në bank, menaxhoja një staf të brendshëm prej 25 vetash e më shumë, ndërkohë që kisha një staf akoma dhe më të gjerë prej 400 punonjësish. Dhe ishte një lodhje e vazhdueshme e cila avash filloi të drenonte energjinë time, të merrte nga energjia ime. Ti e di që unë jam e diagnostikuar edhe me disa sëmundje autoimune, jam artrit reumatoid me një sindrom tjetër që prek syrin e thatë dhe gojën e thatë, quhet Sjogren syndrome. Në atë kohë ishte 2-3 vite që sa kisha lindur, pra djali akoma shumë i vogël. Dhe mua më desh patjetër që mos të bëja më pakt me një gjë që mua më ndikonte në shëndetin tim. Dhe ju futa studimeve, ju futa praktikave holistike, unë zakonisht kur futem zhytem atje brenda, nuk është që i bëj kështu duke qëndruar në sipërfaqe, me studime, me diploma, me certifikime, me gjithë gjërat që mua më duheshin për ta implementuar gjën, por mbi të gjitha për ta kuptuar. Unë po nuk e kuptova se si funksionon, nuk e bëj dot. Si ka ndryshuar jeta jote, mirëqenia jote, shëndeti yt nga momenti kur vendose të lesh karrikën e bankierit dhe të marrësh këtë rrugtim? Tani që jam 10 vjet më shumë, unë ndihem më energjike dhe më vitale se që isha 10 vjet përpara. Ngarkesa në jetën time mendoj që tani është më reduktuar. Unë zgjedh çfarë të bëj, kur ta bëj, si ta bëj, duke mos bërë pakt me atë, le të themi, stilin tim të jetesës ashtu siç mua më nevojitet. Shëndeti yt si ka ndryshuar? Kedi, unë jam shumë e hapur, shumë e sinqert, nuk jam nga ato që them që shiko se unë bëra këtë gjë dhe tani unë nuk kam asnjë problem, nuk kam vetë diagnozat që unë kam janë shumë të rëndësishme, por duke konsideruar faktin që ato dhe diagnozash zakonisht shoqërohen me ca medikamente të cilat kanë shumë efekt anësore, janë shumë të fuqishme, etj, të cilat unë nuk i marr dhe mundohem të kompensoj pikërisht duke aplikuar këtë stil jetese, është e rëndësishme. Kjo është një arritje ka ditë që unë ngrihem, nuk dal dot nga liçeni, do min kyçat e duarve, do min këmbët, etj. I jap vetes kohë, nuk ka asnjë gjë që ka ndodhur, pra i them Adia qetësohu, sot është ditë jo, ka herë që ka javë jo, dhe pastaj tentoj avash ta rikap ritmin, por pa e futur veten në stres. Më përpara gjuhën e trupit tënd, atë çfarë trupi të flet. Absolutisht. Më përpara stresohesha, edhe kur nuk bëja këto gjërat e mia, filloja më kapte stresi që tani kam kuptuar që take it easy, çdo gjë vjen në kohën e vet, jepi kohës edhe për të arritur tek ajo që the në fillim, të jetojmë ngadalë, slow living. Adia, unë të falenderoj shumë për këtë bisedë që ndam bashkë me këshilla shumë të vlefshme dhe për gjitha sugjerimet që solla sot në këtë format. Elona, me shumë kënaqësi e shijova shumë këtë ditë sot. Për të parë programin dhe të gjitha puntatat që do të vinë në kanalin e Andeles, mos harroni të bëni subscribe. Bashkë shihemi në takimin e radhës. Deri atëherë, mos harroni të jetoni në balancë dhe duke ulur ritmin e jetës tuaj. Mirupafshim. Ándale.